Angela është 13 vjeç, vajza e saj Reshide është 6 muajsh. Kur ishte 12 vjeç, Angela u martua me rrëmbim nga Erioni. E shikosh në rrugë edhe. U pëlqyet? Të lagje shifsha nga porta, kur kalonte. Pastaj një mu taku, pastaj e mas ca ditësh e mora direkt rrëmbim. Të gjitha gocat ka shpejt martohen? Po. Sa vjeç martohen gocat? 13, 12. Dhe vendosët të bënë fëmijë? Po. Erdhi goca, ishte e vështirë? Fillim ishte pak e vështirë. Ishte. Po për punë si e bënë? Neve do i ditë puno, okay? Do i ditë s'puno. Këtë verë dola punova, vetëm tani ndihmë është që keq. Një ditë hajmë, një ditë nuk hajmë, për shembull. Nuk di të shkruaj dhe as të lexoj. Është vajza më e madhe ndër 6 fëmijët në shtëpinë e saj. Është 13 vjeç dhe i duhet të gatuaj, të ushqej vajzën, të jetë një grua dhe të përballet edhe me skamjen. O ti ke shkuar në shkollë? Po. Sa deri në çfarë klase? Kam bë 5 klasë. Po gocën do e çon në shkollë? Po. Gocat nuk shkojnë në shkollë. Po pse? Për 15-16 vjeqe, do feja, do në ato. Unë për shumë martoj e vogël. A vetë martoj të e madhe, jo si unë për shumë që vuaj, që vuaj. Moza është martuar 16 vjeç me mblesëri. Ka 2 vajza dhe kërkon që të mësoj dhe të punoj. Ndryshe nga shumë familje të komunitetit rom në këtë zonë, ajo kërkon që vajzat e saj të martohen pas moshës 18 vjeç dhe të shkollohen si e vetmja mundësi për të punësuar. Bërëm i katësove, thash me kalu dimrin, është e 2 vjetë që neve po jetojmë kështu, në skamjet madhe. Edhe e kaluam vitin tjetër në dimër, e kaluam shumë keq, ku me hangër, ku pa hangër, po vetëm janë smurë kalamajt. Jam humbur vetë dhe pa shkollë dhe nuk kam fituar gjë, me fjalë, se po s'pate shkollë, nuk fiton as i gjë se s'din. Patën goca ime këtë më rritet, e di që kam bështite, të thema se unë e kam humbur që e kam humbur atë të më stumbi vajzajnë. Hajde, mirë se erdhe. Që bëre? Ornila, je bërë gati për shkollë mi Ornila? Se e për të mirë? E të përdiqme. Këtu unë ndjem më qetë, më kështu, kam më mbështetje, se thema se kam një shpresë. Po dhe për roba qepsi, ku ka marrë vesh, jam ndjerë e lumtë se e kam si pasion. Edhe kam një dëshirë, për shumë që thema ta kemi dyqan, nuk kam penges nga burri ime. Edhe për ato kam qef të ketë edhe një punë, se dhe i pa punë është. Taj gilem Unë jam Fatmira Dajlani, jam 32 vjeqe, jam nëna e 3 fëmijëve, jam martuar pa mbushur 14 akoma. Shikoja gradhe nga që vetë u martova shumë e vogël, dhe këto martesat të ne në fushkruj janë të gjithë, me fjalë po shkoj vajza 13, 14, ne e quajmë se ngeli goca nder. Kur shikojmë një vajzë që është martohet 12, 9 vjeç është martuar njëra dhe sot ka 7 vjet martesë, nuk ka fëmijë. Ka raste të tjera që janë martuar 10 vjeçe, 11, 12. Kam gocën time dhe me tim shoh që unë kam pas gjithmonë probleme dhe me vjerën time. Gjatë gjithë kohës më bërtiste vjera ime, vjerri im që jo, nuk do të çojmë gocën në shkollë. Unë kam gula dhe e çova në shkollë. Në klasë parë kam regjistruar 8 vjeçe, që vajza ime duhet ishte në vitin e parë këtë vit, jo në klasën e 9. Dhe kur e regjistrova, filloj shkollën dhe sot e kësaj dite burri im më thotë që jo, duhet ta heqim nga shkolla.